Në vendin tonë, për herë të parë është krijuar Sindikata e Gazetarëve dhe Punojësve të Medias në Shqipëri. Në fakt, kjo është e një risi, pasi kemi shoqata, unione, por nuk ka qenë deri më tani një sindikat që të merret posaçërisht me problematikat e gazetarëve dhe punojësve të medias në tërësi. Thënë kjo, ne do të realizojmë një bisedë me presidenten e kësaj sindikate, e cila do të na jap edhe më tepër informacion mbi synimet e kësaj sindikate dhe pritshmëritë për të ardhmen. Miranda, të përshëndes. Do na tregosh pak më tepër se si ka funksionuar krijimi i kësaj sindikate, duke qenë një risi, unë e përmenda edhe në nisje të kësaj bisede, dhe ku është ndryshimi midis shoqatave, unioneve dhe sindikatave. Më trego pak idenë fillestare, si e ke pasur për ta nisur, edhe më pas të bëjmë edhe këtë dallimin se pse një sindikat është më e rëndësishme. Faleminderit për intervistën, Fiona, dhe shpresoj që të jetë më shumë një bashkëbisedim, sepse edhe ti je gazetare dhe je përtit në terren për t'u njohur me problemet që ka shoqëria shqiptare, që kanë profesione të ndryshme, dhe ndoshta nuk je në gjendje, ashtu si shumë kolegë të tjerë, ashtu si dhe unë, deri në krijimin e kësaj sindikate për të ngritur zërin për problemet tona. Pikërisht, kjo ishte edhe arsyeja e marrjes së kësaj nisme që ka qenë vërtet sfiduese. Ka nisur prej 2 vitesh rrugëtimi, por në mars të këtij viti, Sindikata e Gazetarëve e Punojësve të Medias u ligjërua zyrtarisht edhe nga gjykata për të nisur rrugtimin e saj, që siç e thash ka pasur sfida të shumta për shkak se gazetarët janë ata që ngren zërin dhe i bëjnë publike problemet e çdo shtrese të shoqërisë, profesioneve, problemet me punëdhënësit, dhe jo ironi e fatit që shpesh herë ne kemi raportuar në media për mosmarrjen e pagave, qoftë nga fasonët, qoftë nga bizneset të ndryshme, por nuk raportojmë për problemet tona. Dhe kjo sindikat është një domosdoshmëri dhe një nevojë ulëritse që kanë sot gazetarët dhe punonjësit e medias për të folur për problemet e tyre dhe për të gjetur zgjidhje. Pse sindikat? Ne kemi shoqata, kemi unione, pse ke synuar sindikatën? Realisht ka disa shoqata, asociacione, një union, dhe duke pasur respektin maksimal, sepse sigurisht që aty janë kolegë të mi, të pranishëm, por mendoj që sindikalizmi është një sfidë e veçantë për shoqërinë shqiptare. Shoqata më shumë priret tek formimi, tek aktivitetet kulturore, tek angazhimi social i gazetarëve punojësve të medias, kurse sindikata është ajo që tenton të rregullojë marrëdhënien e punës mes punëmarrësit dhe punëdhënësit nëpërmjet kontratave kolektive, sigurisht pasi të jenë bërë ato individuale që në shumë raste mungojnë, pasi gazetarët sot përballen me mungesën e këtyre kontratave, por edhe nëse janë fiktive dhe nuk zbatohen nga punëdhënësit, gazetarët dhe punojësit e medias nuk marrin pagat, nuk u paguhen sigurimet shoqërore dhe kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Shpesh herë funksionojnë mediat me 2 bordero, një pjesë e pagës merret në dorë dhe një pjesë në bank. Gazetarët, punonjësit e medias, reporterët përballen me kërcënime dhe presione. Me presione nga punëdhënësi për të zbatuar një punë që ndoshta për të cilën ndoshta dhe nuk paguhet aq sa duhet dhe nuk i garantohen mjetet e nevojshme, por edhe kërcënime nga ambientin e jashtëm, sepse mund të preki në thembër apo mund të preki interesat e një biznesi, e një institucioni, për që shpeshherë kanë dhe marrëdhënie miqësore me pronarët, po. Dhe për më tepër edhe institucionet vetë mendoj se kanë çeduar për të ndihmuar ose kontrolluar mediat, paktën mediat private, por edhe
publike në vendin tonë, po të paktën mediat private kanë probleme të shumta dhe mendoj se institucionet kanë çeduar për të ushtruar funksionin e tyre, për të ushtruar kontroll në këto biznese, se në fund media private është një biznes, që të bëhet një garantues i të drejtave që burojnë nga ligji shqiptar, nga kodi i punës dhe të cilat shkelen vazhdimisht. Prandaj dhe sindikata ka nisur këtë rrugëtim që vërtet ka qenë i vështirë pasi gazetarët janë shpesh, siç e thash, zëri të gjithëve, por kur vjen puna për të organizuar në një sindikat sidomos, është e vështirë që të binden ose të jenë besues për një nismë që ka si fokus pikërisht mbrojtjen e të drejtave të tyre. Po pse vjen ky mosbesim ose kjo stepje? Ndoshta e kanë humbur besimin se tregu mediatiku mund të rregullohet, apo kanë frikra të tjera, ndoshta të presioneve që mund t'ju vinë edhe brenda ambienteve të punës, po edhe jashtë saj. Pse e shihni këtë stepje nga gazetarët? Unë do nisem nga një eksperiencë personale në median ku kam punuar, kishte vonesa pagash dhe kur vazhdimisht e ngrija zërin në mënyrë individuale, jo si sindikaliste, dhe kur i thash një punonjëse që ishte shumë e re në moshë, që përse nuk e kërkon pagën e saj, sepse ai ishte akoma më shumë me vonesë me pagët, më tha që nuk ka më nerva. Do me thënë, nuk ishte... Sikur ka humbur shpresa. Nuk ishte më nerva të kërkonte të drejtën e saj, pagën, sepse mendoj që është arsyeja primare për cilën një njeri punon. Sigurisht është pasioni, është dëshira, do të fitosh eksperiencë. Patjetër, por shërben si motivime të paga normalisht. Kjo lidhet mendoj me të gjithë shoqërinë shqiptare. Domethënë kjo kulturë e të menduarit dhe të funksionuarit të gjërave. Por mendoj që një dëm të madh sindikalizmit apo organizimit në sindikata i ka sjell edhe mënyra si kanë funksionuar shumë sindikata në vendin tonë, që e kanë parë si një mënyrë përfitimi personal ose për ambicjet e tyre personale, shumë drejtues, dhe kjo ka bërë që të vritet shpresa, ajo që ti e përmende që dikush një organizat do jetë funksionale dhe do arrit të mbrojë të drejtat e tyre, por unë dua të përsëris që është ligji shqiptar që i garanton të drejtat primare më të para për punëmarrësit. Të drejtat e lirisë sindikale garantohen nga neni 181 deri neni 186 të kodit të punës. Gjithashtu ligji shqiptar i njeh sindikatë si vetëm organizat të drejtën për të hyrë në një marrëdhënie me punëdhënësit për të rregulluar marrëdhënien e punës me punëmarrësin nëpërmjet kontratave kolektive. Gazetarët janë në një nivel pune, po themi, me mjekët, me ushtarakët, me policinë, por nga ana tjetër nuk kanë asnjë lloj përfitimi. Madje edhe imazhi i tyre ka rënë shumë, sidomos vitet e fundit, pak për shkak të rënies së profesionalizmit, pasi gazetar apo reporter janë bërë shumë njerëz që e shohin edhe si një mënyrë përfitimi, por nga ana tjetër edhe për shkak të mungesës së trajnimeve të vazhdueshme për gazetarët, që është një gjë tjetër që sindikata ofron, por edhe për shkak të gjuhës së politikës që e ka quajtur media në kazan, dhe të gjitha këto kanë ndikuar në rënien e imazhit të gazetarit, duke dëmtuar rënd, domethënë për sikur të mos mjaftonin mungesa e pagave, problemet e vazhdueshme në mjedisin e punës, ka bërë që gjithë kjo situatë ndikoi edhe në dinjitetin, në cënimin e dinjitetit të tyre, të imazhit të gazetarit, punonjësit. Pra mungon ai respekti që dikur një gazetar kishte si pasojë e asaj që media është pushteti i katërt, por në fakt gazetarët nuk e kanë këtë pushtet për të kërkuar të drejtat e tyre dhe përbijnë shumë gjëra, përbijnë shumë padrejtësi që bëhen kurrizë të tyre.
Shumë e vërtet në fakt, po mua më bëri përshtypje edhe diçka që thatë pak më parë dhe duket shumë ironike që ne si gazetar kemi ndjekur shumë raste të personave të cilët janë cënuar të drejtat në punë, siç ju përmendët fasonët, po edhe shumë profesione të tjera. Ndërkohë që duket sikur e kemi lënë pas dore në thonjza veten tonë, duke mos menduar që prit pak se edhe ne kemi cënime të drejtave tona në ambientin e punës. Thënë kjo, sa të rëndësishëm e shihni ju organizimin e gazetarëve brenda kësaj sindikate, por edhe në tërësi? Sa të organizuar duhet jenë gazetarët për të kërkuar të drejtat e tyre? Ju sollët dhe një rast personal që secili duhet që individualisht ta kërkoj të drejtën e tij, po duket sikur kjo nuk merret parasysh, ndërkohë që po të jetë kolektive ndoshta mund të ketë edhe më shumë impakt edhe tek punëdhënësi. Për gjatë këtij viti, Fiona, ne kemi bërë disa takime edhe në kryeqytet në Tiranë, ku është numri më i madh i mediave, por edhe në rrethe, dhe jemi njohur me probleme të shumta që kanë gazetarët dhe punonësit e medias. Ne me ndihmën e Solidarity Center kemi zhvilluar edhe një seminar apo trajnim që ka të bëjë me të drejtat e punonjësve. Janë shumë të drejta që ligji shqiptar, kodi punës, i garanton punëmarrësit, por në fakt në media mungon ky informacion, jo vetëm në media sigurisht, por gazetarët duke qenë e shoh si pararoj të çdo hallke tjetër të shoqërisë, mendoj që duhet jenë të informuar dhe ne kemi dashur që nëpërmjet këtij trajnimi të informojmë për të drejtat që ata kanë, por që nuk ju realizohen dhe nuk ju ushtrojnë. Dhe afrimi në një organizatë, në një sindikat, është logjike që nëse janë 2 apo 3 apo 10 zëra apo 100 apo 1000 janë më të fortë se 1. Dhe mendoj se nëse gazetarët dhe punonësit e medias do bashkohen, asnjë punëdhënës dhe asnjë institucion apo kushdo qoftë që ka në dorë të drejtat e tyre nuk do guxoj t'i shkel këto të drejta. Dhe vetë gazetarët së pari duhet ta ndjejnë nevojën për të organizuar, sepse problemet ndonse ne jemi në vitin 2024, problemet në media të gazetarëve, punonjësve të medias vetëm janë thelluar. Mendoj që ka një regres edhe në paga. Dikur në gazeta print, unë kam pas kolegë që merrnin paga në një periudhë më shumë se 14-15 vjeçare që paguheshin me paga 70-80.000 lekë të reja. Por sot kjo është paga mesatare në të gjitha mediat. Domethënë, ndërkohë që inflacioni, çmimet janë 20 fishuar nga të gjitha, që nga shportat, të gjitha këto probleme që kanë gazetarët, punonjësit e medias, mendoj se e shtypin më shumë dhe ushtrojnë presion më shumë, duke e bërë që gazetarët, punonjësit e medias të mos flasë dhe të mos reagojë dot problemet e tij. E para që duhet vrarë është frika, që njerëzit të reagojnë, punonjësit të reagojnë për problemet e tyre. Më pas, tek sindikata e gazetarëve dhe punonjësve të medias do të gjejmë patjetër një derë të hapur. Sindikata gjithashtu ofron edhe asistencë juridike, ndihmë ligjore për punonjësit që përballen, për anëtarët e saj që mund të përballen me probleme me punëdhënësit. Gjithashtu ne do të kemi rrjetet tona sociale ku mund t'u japim zë problemeve të anëtarëve të sindikatës, dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që ata vetë të ndjejnë ose të ndjejnë nevojën për të bashkuar, për të reaguar për problemet e shumta. Ka dhe një lloj, Fiona, ka dhe një lloj, se të themi, virusi ngjitës, sepse shiko çfarë ndodh. Nëse një media ka probleme sot me pagat dhe një punonjës nuk e gjen gjuhën për të rregulluar marrëdhënien e tij me punëdhënësit dhe tenton të shkojë në një media tjetër, niveli dhe standardi ose do jetë po ai, ose do jetë shumë diferencë vogël, ose dhe më keq. Pasi punëdhënësit shpesh herë na ka ndodhur që thonë,
ku do shkoni, edhe media tjetër ka të njëjtat probleme. Pra ne nuk mund të flasim sot, sindikata ka qenë, po themi, një mjet për të hyrë në një dialog social me punëdhënësit. Mirë, po ne mund të flasim si kur jemi në Suedi, në Zvicër, në Belgjik, ne jemi në Shqipëri. Dhe Shqipëria, siç e kanë thënë dhe shumë të tjerë, është një fshat i madh, po themi, ose një fshat qyteti i vogël, dhe i dim edhe punëdhënësit, pra pronarët e mediave i din situacionet financiare ekonomike të njëri tjetrit dhe nuk trëmben, sepse e din që askush nuk mund t'ja marrë punë. Edhe se të njëjtin ambient do gjejnë, domethënë, sepse duket sikur është krijuar e njëjta situatë në pjesën më të madhe të medias. Nuk ka shifra konkrete, nuk ka database konkrete, vetëm raporte ndërkombëtare, por të paktën nga një vëzhgim që unë dhe kolegët e mi kemi bërë tregut, po themi, në kryeqytet dhe në mediat lokale, që kryesisht janë portale, 60-70% e tyre kanë probleme me pagat. Janë vetëm një pjesë shumë e vogël që paguajnë pagat në kohën e duhur, apo që kanë paga mesatare, jo të kënaqshme. Mendoj që edhe ata që i paguajnë në kohë nuk kanë paga të kënaqshme që të kënaqshme flas që ti përshtaten në realitetit ku po jetojmë. Çmimeve që janë sot në treg, sepse në fundit gazetarët punonjësit e medias janë të gjithë familjar. Dhe të gjithë kanë familje për të mbajtur, fëmijë për të rritur. Patjetër, janë shpenzime si çdo qytetar tjetër që. Pikërisht, dhe ndërkohë që pagat kanë ngelur me nivelin, nuk ka asnjë lloj indeksimi që mund të bëhet çdo vit. Kryesisht janë kompromise individuale që bëhen me punëdhënësin dhe ka dhe një disbalancë mes atyre që kanë, po themi, drejtojnë emisione të njohura që kapin prime time-in, dhe mes punojësve të thjeshtë, të gazetarëve dhe punojësve të medias. Dhe sindikata synon që të vejë tek të gjithë këta punonjës të medias, jo vetëm tek ata disa përfaqësues apo disa figura që kanë një lloj imazhi, po dhe atë që deri dje nuk ka pasur zë, dhe prandaj ne themi që jemi një derë e hapur për të gjithë. Shumë e vërtet në fakt, sepse nevojitet që çdo gazetar, pra në çdo sektor, qoftë drejtuesi një emisioni apo gazetar terreni, gazetar webi, çfarëdo lloj gazetari, të ketë të drejtat e tij dhe patjetër që të respektohet në vendin e punës, siç është aktualisht dhe media për cilën po flasim. Ju thatë pak më parë, Miranda, që institucionet nuk marrin masa, pra institucionet që shërbejnë si rregullator për këtë situatë në media. Nuk i marrin masat sepse nuk duan, sepse kanë interesat të vetat, kanë njohjet e veta me drejtuesit, apo nuk kanë ndjeni për këtë situatë. Gjë që mua më duket absurde që mos të kenë ndjeni, sepse janë probleme të cilat janë folur shpesh dhe dihet tashmë situata që është në media. Por pse këto institucione nuk marrin masa? Unë nuk dua të paragjykoj punën e asnjë lloj institucioni. Sindikata e gazetarëve punonjësve të medias nuk ka hyrë akoma në një marrëdhënie dypalshe me institucionet. Por duke parë tregun mediatik, duke parë problemet e shumta që kanë gazetarët, më lindë drejta e dyshimit se diçka nuk po shkon me punën e atyre institucioneve që janë për të kontrolluar këto media si biznese. Pra, në momentin që gazetarët nuk paguhen, sot gjithçka është elektronike. Në momentin që gazetarët nuk paguhen, në momentin që nuk paguhen kontributet, në momentin që ka formalitet në deklarimin e punonjësve, ka shumë institucione që mund të bënin punën e tyre duke ushtruar një lloj presioni ndaj punëdhënësit për të garantuar atë që garanton ligji realisht. Dhe prandaj mendoj që këtu ka një lloj çedimi, ka pas dhe denoncime. Me sa jam në dieni, ka pas dhe denoncime për këto probleme, jo vetëm nga njerëz kolegë që unë njoh, por edhe nga të tjerë, për probleme të shumta si me punën jashtë orarit ose orët e papaguara,
në fundjavë, sigurisht e para është mosmarrja e pagës, që është gjëja më minimale që duhet të ekzistojë dhe nuk duhet të as duhet diskutohet fare. Pikërisht, as duhet të diskutohet. Pastaj për problemet e tjera, kushtet, mjediset, po do më thuash pak këto, sepse sindikata ka zhvilluar takime, sikurse ju e thatë, jo vetëm me gazetarët e kryeqytetit, ku është përqendruar dhe numri më i madh i mediave, por edhe në rrethe. Do më sjellësh edhe një herë në vëmendje cilat janë problematikat më kryesore që ka evidentuar sindikata, ju si presidenta apo përfaqësues të tjerë kolegë tuajt, që keni nxjerrë në pa nga këto takime. Çfarë ju kanë thënë gazetarët ose punonësit e mediave, qoftë parregullësitë në tregun mediatik, por edhe shkeljen e të drejtave të tyre. Cilat janë ato më kryesorat? Njëherë janë pagat. Ne përmendëm dhe ripërmendëm disa herë. Pagat për pakën për korespondentët janë qesharake. Kanë ngelur me standardin e 20 viteve më përpara dhe të gjithë gazetarët, punonësit detyrohen, ashtu si dhe në qendër, të bëjnë 2-3 punë për të përballuar shpenzimet e tyre. Dhe përveç këtyre janë kushteve në të cilat punojnë, mungojnë, thosh qesharake, ndoshta edhe që nga bateritë për mikrofonin, që nga kartat e identifikimit që duhet i ketë, që nga logoja e mikrofonit, nuk paguhet karburanti, shumë shpesh detyrohen të paguajnë nga buxheti familjes tyre dhe më pas të paguhet në disa raste, në rastet më të mira, dhe ose paguhet me shumë vonesë ose nuk paguhet fare. Dhe përsëri ai është detyruar për të mbajtur vendin e punës që ta bëj këtë punë. Di shumë marrëdhënie edhe individuale mes drejtuesve dhe punojësve, të cilët ua kanë bërë të qartë këtë gjë drejtuesve të tyre, ndoshta jo punëdhënësit apo pronarit, por edhe kryeredaktorit, drejtorit që ka të pamundur për shkak të vështirësisë financiare që ta ndjek një lajm, po përsëri urdhri ka qenë për të vazhduar punën. Dhe gazetarët, punonësit e medias për të mbajtur vendin e tyre të punës janë detyruar ta bëjnë dhe të ngelen në një rreth vicioz. Se problemi është që ata mendojnë dhe kanë thënë dhe vetë këtë gjë që mund të ketë dhe një lloj ndikimi nga ana e punëdhënësve për shkak të marrëdhënies që mund të ketë pasur me ata aktualin me një punëdhënës të ardhshëm. Po problemet e tjera janë të shumta, gazetarët në rrethe shihen pak edhe si gazetarë të dorës së dytë dhe u jepet përparësi gazetarëve dhe punonjësve të medias në qendër. Gjë që nuk është normale sepse janë rrethet ato që furnizojnë kryesisht me informacione dhe me lajme, pavarësisht se politika është në qendër. Gjithsesi, po kryejnë të njëjtën detyrë, janë gazetarë dhe nuk duhet të trajtohen në mënyrë të tillë si më të përveç kësaj presioni në lokalitete është më i madh, pasi njihen personalisht. Po, janë vende të vogla dhe njihen. Po, dhe nëse ai trajton një çështje sociale, mund të hyjë në konflikt me një institucion të pushtetit lokal, mund të hyjë jo vetëm kjo çështje, po dua të përmend edhe pjesën e linjës editoriale të televizioneve që ka disa media të cilat tregojnë më shumë kritike ose ruajnë një kahë të caktuar politik, edhe detyrojnë dhe gazetarin që të ketë këtë linjë. Dhe në këtë moment edhe gazetari hyn në konflikt, le të themi, qoftë me institucione shtetërore, por edhe me individ të ndryshëm, gjë që ja vështirëson më shumë punën. Ka disa raste që kanë ndodhur këto gjëra dhe gazetarët janë lënë në mëshirë të fatit. Madje kanë ngrënë edhe një të bërtitur dhe një sulm nga punëdhënësi, se përse i prish interesa dikujt me të cilin pronari kishte marrëdhënie të mira. Unë them gazetarët ose i publiku i kërkon opinioni, qytetarët i kërkojnë gazetarët të jenë ushtar për të mbrojtur interesin publik. Por në fakt gazetarët dhe punonjësit e medias janë shoh si ushtar që presin racionin dhe që zbatojnë vetëm urdhrat. Kjo është një vërtet e hidhur që na vjen mirë, duhet ta pranojmë dhe sigurisht gjithçka ndoshta
sindikata synojnë që të përfaqësojë të gjithë gazetarët punonësit medias, por të gjithë duhet të shohin problemet që ata sot përballen për ta shpërndar këtë peshë, këtë barë të madhe dhe për t'u bashkuar bashkë në këtë organizatë, në këtë sindikat, që t'i zgjidhim problemet hap pas hapi bashkë një nga një për të siguruar kushte të denja pune për gazetarët dhe punonësit e medias, duke nisur jo vetëm nga gazetarët, ata që janë përdit në terren, po ata që janë pas ekraneve dhe shkruajnë, ndoshta edhe për ato pjesën tjetër që janë logjistika, pra paskena e medias, duke filluar me punonësit e mirëmbajtjes, me regjia, sigurisht ata janë po pjesë kryesore dhe thelbësore, dhe të gjithë mund të përfaqësohen nga sindikata e gazetarëve punonësve të medias për të përpjekur të arrijmë ato që standarde që kanë edhe kolegët tanë europian, duke filluar nga pagat, kushtet, një punë të sigurt, sepse pasiguria në punë është një nga problemet, ti më the për të përmendur disa prej tyre janë të shumta. Pasiguria në punë është një nga problemet kryesore. Një gazetar apo në një punonjës të medias sot mund të jetë në punë dhe nesër krejt papritur mund të jetë mes katër rrugëve, pavarësisht nëse ka 20 vite eksperiencë, 15 vjet apo dhe 1 vit eksperiencë, sepse askush nuk ja garanton të drejtën për të ndjekur procedurat ligjore sipas kodit të punës, ashtu siç duhet, me paralajmërime dhe me gjithçka tjetër, për t'i dhënë një lloj sigurie, për të vijuar, për të mbajtur edhe peshën e profesionit të vet, por edhe për të si pjesë e shoqërisë edhe për të kontribuar për familjen e tij. Vërtet, dhe ju e përmendët dhe shumë e rëndësishme që të kuptohet kjo që kjo sindikat nuk është vetëm për gazetarët, po është për të gjithë punonësit e media, sikurse e tham. Po dua të di deri më tani si ka qenë për kraja, pra kur e keni prezantuar sindikatën, synimet që ka ose qëllimet për të ardhmen, si ka qenë për kraja, si kanë qenë reagimet e punonësve të medias? Para disa muajsh, një kolege ime më nisi një pyetësor nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, që kishte të bënte pikërisht me organizimet sindikale dhe sa i mbështesin gazetarët e punonësit e medias. Unë e plotësova realisht, duke shprehur aty edhe një lloj prezantimi të sindikatës, dhe kur informova kolegen time për këtë gjë dhe pyeta se si është rezultati i këtij pyetësori, më tha që të paktën 90% e të anketuarve janë pro sindikatës. Por në terren kjo gjë është e vështirë. Ndryshe nga shoqata ku ti aderon, por nuk hyn në një konflikt, po themi, me punëdhënësit, sindikata ka një lloj opinioni që nuk shkon në interesin e punëdhënësve. Ndoshta kanë atë idenë që po mblidhen për të na bërë keq ose për na sulmuar, nuk e di pse është krijuar ky opinion për sindikatën, kur në fundit kërkojnë vetëm të drejtat e tua si punëtor. Kanë frikë, janë të gjitha ato arsyet që ne përmendëm që nuk janë të sigurt në vendin e tyre. Por unë e thash që të drejtat e liritë sindikale garantohen nga ligji, nga kodi i punës. Dhe pavarësisht se në letër dhe ne i flasim me njëri tjetrin vazhdimisht problemet që kemi kur vjen puna për të organizuar është e vështirë, ndonse kemi ngjallur një lloj besimi dhe mendoj që jemi në rrugë të mbar për të vazhduar përpara. Një pedagogu, profesori im, kur e prezantova me sindikatën dhe i thash që është shumë e vështirë, më tha që nëse do ishte e lehtë, do ishte bërë më përpara. Dhe unë këtë fjalë nuk e harroj, me thënë të drejtën, sa herë që ngec diku ose kam një vështirësi, e kujtoj dhe për kraja po themi në teori është shumë e madhe. Por po ecim edhe fizikisht me antarësimet. Është e kuptueshme që është e vështirë edhe nga vetë kohëzgjatja që ju thatë kemi 2 vite që po merremi me këtë edhe tani së fundmi është ligjëruar, le të themi që është bërë njohur si sindikat, por do doja që ta
përmbyllja edhe me të ardhmen. Çfarë synon kjo sindikat në të ardhmen? Për që në edhe ne më të qartë si punonjës të medias, si gazetar. Çfarë do të sjellë kjo sindikat në të ardhmen për punonjësit e mediave dhe pse duhet të antarësohen? Fiona, ne jemi prezantuar te disa partnerë ndërkombëtar sepse sindikalizmi është vullnetarizëm, realisht. Dhe ne kemi ecur vetëm, si thua, nga vullneti i mirë i joni për të vazhduar deri këtu, por jemi mbështetur nga partnerët ndërkombëtar, ndoshta sepse ata e shohin gazetarin, lirinë e medias dhe gjithçka që ka të bëjë me median, të lidhur dhe me hallkat e tjera të shoqërisë. Pra mund të fuqizojë edhe hallkat e tjera të shoqërisë një liri më shumë në media. Ne kemi në plan, ashtu siç kemi bërë, të vijojmë me trajnimet e gazetarëve, punonjësve të medias, sigurisht. Unë u përmenda pak më përpara edhe një rrjetet sociale. Aktualisht ne kemi vënë në funksion faqen e webit, ku do të pasqyrojmë problemet e shumta që kanë gazetarët dhe punonjësit e medias. Nëse duam një shoqëri të lirë, një shoqëri demokratike, duhet të fuqizojmë median. Mendoj duhet t'i bëjmë gazetarët të pavarur. Të pavarur mund të bëhen kur ju garantohen të drejtat e tyre. Unë shpresoj që të rezultoj sa më e suksesshme dhe patjetër që ju përgëzoj për këtë nisëm dhe patjetër që shpresoj që të ketë sa më shumë antarësime dhe le të themi arritje të synimeve dhe një rregullim të tregut mediatik dhe boll më me shkeljet e të drejtave të gazetarëve dhe punonjësve të medias. Shpresoj që kjo sindikat jetë edhe një augur i mirë për gjithë punonjësit e medias në vend. Faleminderit për bisedën, Fiona, dhe unë kështu mendoj që jemi më të fortë së bashku, prandaj edhe një herë do ta përdorja këtë bisedë për të bërë thirrje të gjithë gazetarëve punonjësve të medias të na bashkohen, të bashkohen së bashku për të luftuar dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre. Faleminderit, kënaqësi.